po shihet që Agim Batiri ka peshë të rëndësishme në lëvizjen vetëvendosje dhe realisht vetëvendosje bëhet ashtu qysh udhëzon edhe qysh lyp Agim Batiri. Të vetë Glauku Njufca po thoni që Agim Batiri është akademik. Na u tallë shumë, ne shumë që e ka me ironi. Tash po del që Glauku nuk e ka pas me ironi. Se po e përkrah dhe Albin Kurti. Fjalët e Agim Batirit po bëhen moto e fushatës zgjedhore të vetëvendosjes. Tash na talltan kohën me fjalën mos lësho pa. Kështu që valoni më shumë ti. Agim Batiri që del ato në varg në liçen të imanit. Plus edhe sallonin e kishte bën të far maketa ato me veriu në sana. Tash një figurë që duket çesharake, figurë politike çesharake, neve po na kallzon vetëvendosja që e keni gabim se Agim Batiri nuk është çesharak, Agim Batiri është alfa dhe omega e kretë lëvizjes vetëvendosje. Kështu e shohën që të farë përkrahje, që të farë lartësimi që ja kanë bën figurës të Agim Batirit, se kjo është më shumë opozitës, media, shoqërisë civile, një farë mesazhe për ta që ndalojnë tolljen me Agim Batirin, se kjo është i rëndësishëm njëjtë sikurse Albin Kurti. Kreativ. Mendoj që është mesazh për neve. Okej, a kemi videon e Agim Batirit, pra videon e famshëm të Agim Batirit, pra kur thot derisa ta përgatit regjia Dibran, pra mos lësho pa. Goditje përfaqësishme dhe ose më duhet në 5 minutave që e lancun sloganin e ri. Unë po besoj hala që është në e gabim edhe e përmirësojnë, nëse kanë mundësi me përmirësu, nuk më pëlqeu as pak, nëse jemi në rrafsh pëlqimeve, unë menoj që është me që është definitiv tash, po e marim pra. Siguri dhe begati mos lësho pa. As pak ambicioze, unë menoj që është ju ka dashur edhe titulli i librit Paktia, bujqësi, si shtesë edhe çdo tamam. Jo, po kjo mos shope ka më ra më shumë në syje, në vesh besoj unë. Edhe është më pak, se më thonë, ambicioze. Besoj është nështë slogani ma i dopt që ka pas vetëvendosja ndonjëherë. Nuk e di kush e ka propozu, kush ka ardhur me këtë slogan, ose nëse është reduktu qatë shumë deri në Agim Batirin, që s'po e besoj unë, po ka mundësi ka pas në lloj, si me thonë, konsenzusit brendshëm aty të përgjithshëm. Veçër, si e para, çka të bjen në men, kur i drejtohesh votuesit tonë mos shope. I thu që mos u tërheq mrapa, e kjo i apelon tash votuesit që aktualisht e ka vetëvendosja që është 42%. Të më thonë, në një perspektiv fillestare, ty ta jep sinjalin që na jem të 42, mos shkoj ma poshtë, mos shope. Ti shkon ma ambicioze, kishtë qenë një slogan tjetër, që është 51% ose ma shumë, po nuk e di, kjo është pëndoket që... Asocion edhe në ato, mbahu Vietnam. Mos të bim diqush ma poshtë, ta din qatë nivel që jenë. Ideja sloganeve është me... Po hajtë të ndjekim Agim Batirin, si me thonë krijuesin e këtij slogani. Apeli gjithë neve është që mos shojnë pa. Albin, mos shoj pa, se kot do të kish, dhe do të ka se cili udhëheqës i shtetit Republikës Kosovës për të coptuar Kosovën dhe për të instaluar Republikën Srpske në Kosovë. Po ka shumë është ideja pse kanë gjitë që slogan besoj. Po, më menoj se saktësisht për këto arsye që i përmendi Agimi, ju ka vendosur edhe sloganin. Ishte dashur edhe për shkak të kësaj, mos me pas një formulim. Si më thonë, përësi për votuesin apo përësi për Albinin, ç'është më thonë? Është përkthjellja e Albinit. Besoj që slogani i drejtohet qytetarëve dhe votuesit. Jo, se besoj që ka çfarë. Që është përmbytur tash vetë partia e drejton literit ta? Duhet me pa kontekstin e të cilin Batiri e ka artikulu këtë frazë për veriun. Veriun e ka. Pra, domethënë mos shope me paketu rrëfimin për veriun. Këtë do të kish. Demek na kemi qëndru, kemi rezistru, kemi lëshu pa, nuk e kemi
pranu gjendjen atë që shkon, do thotë na nuk do të lëshojmë pa, nuk do të lejojmë që në veri të rikthehet gjendja që ka qenë para nesh, është më rallë, po kjo mundet me pas edhe konotacion në raport me partitë rivale, që na nuk do të lëshojmë pa, do të vazhdojmë kursin që kemi pas. Pra, mos me lëshu pa me koalicion. Koalicion edhe E pat shumë. Kështu që do thotë, shiko, shqetësimi i vetëvendosjes ka qenë se si me e mbajt në epicentër rrëfimin e saj për veriun. Dhe ata e kanë kërku një slogan apo një moto që e përmbledh në një farë mënyre këtë rrëfim, edhe kanë gjetë tek Agim Bahtiri. Kanë gjetë. Kjo është arsyeja, mendoj pse Baton me që i morë me fushata, slogani është ky, do në zama dhe me cep, nuk është që ka qenë një farë gjetje e modhe. E para ka kohë që vetëvendosja gjën e parë ka për gdheljen e liderit. Dhe më thënë, e ka ja ndërton rrëfimin me slogan para se ajt ose liderit i drejtohet elektoratit. Dhe kjo për gdhelje e Albinit me mos lëshope tregon realisht ose vetëvendosja jap atributin e njeriut i cili nuk ka lëshu pe, ja shiko çfarë ka bën me veriun dhe ja çfarë nuk ka lëshu pe asgjë për Kosovën. Ose në raport me Serbinë dhe me Bashkinë Ndërkombëtare. Realisht ky është një farë preludi për fjalimet e tij edhe për populizmin e tij. Kjo është ajo që Pas po duket që ka me pas një fushat but, qetë. jo, nuk është dy gjëra s'dia kemi thuhet bërë. sot që mund t'jetë pra fushata e radhës e vetëvendosjes. Une ma shumë sa sloganin e ndëgjova mram intervistën, e ndëgjova nga fillimi, ka pasaksi, ka kontradikta, nuk ka shkelqim, ka probleme serioze me të dhënat ekonomike, nuk shpjegon asgjë, i ka sikur përshkrime, se nuk i lejohet një lideri i cili kur përmend shifra nuk e shpjegon ato. Ka të meta sa dush intervista. Dhe çuditërisht nuk ka pas replikim të gjërave dhe pasaksive që Albin Kurti ka thënë rap. Qysh replikim? Po replikim të kolegut ton. Po e bën pyetjen, por nuk vazhdon pastaj E s'ka tek se e rrej, po më ne. Jo, po, mirë. Pyetjet. Çka